Material pas materiale, po arrim kështu dhe në përfundim të kësaj epizode të radhës të Zoom, duke uruar si gjithmonë e falenderuar për vëmendjen, inshallah jeni ndohet kënaqur edhe të mirë informuar, si na me energji pozitive që e mbarum edhe një të premte së bashku, po jo pa ju tregu se kush ka sjell projekt të ri muzikor. Në vazhdim çka ka tren showbiz apo thën me sakt lajmet vendore. Nga unë Albina deri të premten tjetër, stay cool. Refreni kësaj këngë ka bërë bujë të madhe në TikTok. E Olsi gjatë kësaj jave e plasoi Haram, tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ai, duke bërë dhe muzikën. Producent është Alex Gjompalaj, kurse për anën vizuale u përkujdes Max Production. E për ju që pyesni se kush qëndron prapa zërit magjik në refren, po, është Eugena Alio. Edicioni 3 festivalit të këngës të radio televizionit shqiptar ka përzgjedhur tashmë 20 këngët që do të garojnë këtë vit. Nga gjithsej 44 aplikues, komisioni për zgjedhës ka vendosur për listën finale të artistëve që do të performojnë gjatë 3 natëve të festivalit. Në mesin e tyre janë edhe emra tashmë të njohur për publikun, Arieta Palushaj, Nita Latifi dhe Xuxi, të cilët rikthehen këtë herë me projekte të reja muzikore. Në Zoom ju sjell listën e plotë të këngëve dhe artistëve pjesëmarrës. Muke bosi droga është kënga më re nga Ida Doçi, teksti së cilës është shkruar nga Buci, një herësh dhe producent. Kurse për anën vizuale u përkujdes në sken video. Ky projekt është balat, duke dëshmuar edhe një herë zotësinë që Aida e ka për këtë zhanër. Bruno dhe Endion Aliku bashkon forcat për të sjellë një duet që mban titullin Princesh. Teksti dhe muzika janë realizuar nga Edlir Begolli, i cili është dhe producenti i kësaj prurje të re. Ana vizuale u punua nga Hia Music Video. Merisi erdhe dhe Astrid Mulaj, këngëtari publikoi këngën me titull Ajëm lujti, tekstin e së cilës e ka shkruar Veneranda Avgustine. Për miksimin dhe masterizimin u përkujdes Maren Glemboja, kurse klipi u vizualizua nga Bag Production. Nuk ka javë që nuk kemi ndonjë lajm për të. Pas suksesit të jashtëzakonshëm po të preste Shadërvani, këngëtari ka vendosur të vijë me një këngë të re, e dyshimet e para i hodhin në mbishkrimin e kësaj foto. Me shumë jazz, projekti i ri i Limani do të titullohet Nuk thena më.